Detaje të reja janë bërë publike lidhur me dosjen hetimore që përfshin grupin kriminal të drejtuar nga Jetmir Pepa dhe vëllezërit e tij, të cilët dyshohet se kanë trafikuar nga Amerika Latine drejt Evropës rreth 7.5 ton kokainë. Një nga episodet më të rënda lidhet me zhdukjen e një shume të konsiderueshme parash në një bank të nivelit të dytë në Tiranë. Bëhet fjalë për rreth 4 milion euro, për të cilat vëllezërit Pepa kanë hedhur dyshime mbi një notere me inicialet RK, duke pretenduar se ajo ka pasur rol në humbjen e kësaj shume. Nga bisedat të zbarthura, përfshirë komunikime në platformën Sky ECC, del se parat janë depozituar përmes llogarive të lidhura me noteren, por më pas kanë humbur gjurmët në rrethana ende të paqarta. Në këto komunikime përmenden edhe diskutime për masa ekstreme, përfshirë marrjen peng të administratorëve të bankës, si mënyrë për të rikuperuar shumën e humbur. Po ashtu, noterja dyshohet se është përdorur si mbulesë për qarkullimin e parave që vinin nga aktiviteti i paligjshëm i trafikut ndërkombëtar të drogës, ndërsa rrethanat mbeten ende të paqarta. Sa i përket aktivitetit kriminal, një nga episodet e para daton në fund të marsit 2020, kur një sasi prej rreth 8.5 kg kokainë u sekuestrua në Amsterdam, duke quar edhe në arrestimin e një prej antarëve të grupit Leonard Pietri, i njohur si Rumi. Ndërkohë, një tjetër episod i dokumentuar, vetëm pak javë më vonë, lidhet me trafikimin e një sasie shumë më të madhe, rreth 1018 kg kokainë nga Peruja drejt portit të Rotterdamit në Holand. Ngjarja mban datat 7-8 prill 2020 dhe vjen pas dështimit të tentativës së parë. Sipas të thënave, ngarkesa mbërriti me një anije kolumbiane, ndërsa droga ishte fshehur në një kontejner frigoriferik të mbushur me lëngje frutash të ngrira. Në vijim, në biseda të tjera, përmendet edhe organizimi i trafikut të sasive më të mëdha, deri në 100 kg kokainë, për të cilat kërkohej miratimi i drejtuesve të grutit.